Islami e ngrit femnën shumë edhe je rol të rëndësishëm në jetën e shoqëni, ndërkohë shoqënia jonë çdo ditë më shumë po rritet numri grave që vriten. Kjo Një është shumë mesazh e rëndësishme. drejtuar burrave. Po jo vetëm burrave, po edhe grave, se çdo rast të cilin po e dëgjojmë po na shkel edhe si shoqëni, po edhe si popull, edhe si njerëz në përgjithësi, se nuk ka qenë në traditën e shqiptarit mu vra gruaja. Ju e dini, edhe në traditën fetare, edhe në traditën islame, edhe në traditën shqiptare nuk ka qenë dukuri më dal një burr me vra një gru, ose një fëmijë, se po shohim edhe raste të fëmijëve, ose i vret fëmijët, pastaj e vret veten, ose e vret gruan, e vret veten. Këto janë definitiv çrregullime mendore që po ndodhin tek njerëzit tonë. Prandaj një mesazh për të gjithë babat dhe nonat që janë